Shikues nderuar televizion shqiptar të Amerikës, jemi në bisedën e radhës zëri politik i shqiptar-amerikanëve në zgjedhjet amerikane me avokatin Renis Nushaj, kandidat për Senatin e Michiganit, i cili duke shpjeguar çështjet të veçanta të cilat janë pjesë të fushatës zgjedhore, por janë dhe elemente që duhen zgjidhur, duhen korrigjuar për neve si votues. Bisedat e para që kemi bërë, kemi marrë telefonata, kemi marrë falenderime edhe ja kemi përcjell avokatit, pasi shumë persona kanë mësuar nga sugjerimet dhe këshillat që ka dhënë avokati dhe janë regjistruar, se kryesisht tek regjistrimi është çështja më kryesore tashme. Por sot do të flasim për një çështje tjetër, shikues nderuar. Komuniteti shqiptar këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës është një komunitet i vjetër. Jemi shumë shqiptar amerikan kudo. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës numri është arritur, e veçanërisht me bashkimet familjare. Paralel me rritjen e numrit është rritur edhe cilësia, kualiteti i komunitetit shqiptar, qysh nga individët dhe nga organizime të ndryshme të tjera dhe institucione fetare, institucione mediatike, institute të ndryshme që janë hapur, të cilat bëjnë punë të shkëlqyer për komunitetin. Por sa dhe si duhet shfrytzuar këto resurse, kjo infrastrukturë ndërtuar me investim brenda komunitetit, janë shfrytzuar nga kandidatët tanë shqiptar-amerikan, do ta mësojmë tani nga avokati Nushaj. Mirë se ke ardhur në bisedë. Faleminderit shumë, mirë se gjeta. Jemi të kënaqur për ecurinë e fushatës tuaj. Ajo është një ëndër e cila vazhdon dhe në dorë, nëse ëndra do të realizohet, e keni ju, por unë e di dhe rolin e votuesve, të shikuesve, të shqiptar-amerikanëve. Absolutisht. Pyetjen e dëgjove. Po. Sa janë shfrytzuar resurset Po. E komunitetit shqiptar-amerikan, infrastruktura që kemi ndërtuar ne si komunitet në vite. Po. Zot Vile, ju falenderoj edhe një herë për ftesën, është kënaqësi të vi këtu javë për javë dhe jam gatshëm të vi ditë për ditë. Ju kështu që ju falenderoj te mase për kujdesin, për vëmendjen. Edhe pjesë e përgjigjes detyrimisht është pikërisht edhe institucioni i mediave që kemi neve si komunitet. Ne jemi me fat sepse jo çdo komunitet ka televizionin e tij. Jo çdo komunitet ka aftësinë që kandidatët e komunitetit dalin përpara komunitetit në mënyrë kaq të drejtpërdrejtë sa që dalim ne nëpërmjet televizionit shqiptarëve të Amerikës. Ajo është diçka me vërtetë e vyer, e vërtetshme. Unë shikoj nga java në javë përgjigjen që ka ky komunitet ndaj prezencës tonë këtu së bashku. Dhe ajo është me vërtetë diçka e rrallë. Dhe ne duhet ta përdorim këtë në mënyrë masive, dhe prandaj dhe mua më ke këtu gjithmonë të abonuar sa herë që ke nevojë. Për tek saj, normalisht ne me fat se kemi edhe shumë institucione tjera. Kemi institucione fetare, që janë me vërtet diçka e vyer për komunitetin tonë. Edhe unë kam pasur fatin të shkoj të marr me radhë që gjitha pak a shumë. Krisha e Shëmpalit që është brenda distriktit tim, ku unë po kandidoj, është me vërtet një institucion temas i rëndësishëm. Jo thjesht për jetën shpirtërore tonë si shqiptar dhe si antar të komunitetit, por për jetën sociale dhe për jetën politike të komunitetit tonë. Sepse është një vend ku mblidhemi që gjithë bashkë, detyrimisht. Dhe parametrat e kishës janë ato që neve ne japim vlera në kandidim kur shkojmë, kur ecim përpara në për të lloj fushatash. Ashtu sigur se kisha e Shëmpalit dhe gjithë pjesëmarrësit e antarët e kishës, ne jemi me fat që të kemi teqen. Edhe unë pata një seri me evente që kam qenë ke teqeja në Taylor para pak javësh. Ajo është një tjetër institucion që është me vërtet me vlerë për ne si kandidat, për vlerë për mbi të gjitha për ne si shqiptar, si antar të komunitetit më të gjerë për te komunitetit shqiptar. E njëjta gjë flas për xhamin, kam pasur në fatin që shkoj ke xhamia shqiptare në Harper Woods, ku është një komunitet i gjerë që shkon mblidhet nga gjithë zona jonë, nga gjithë zona metropolitane e Detroit. Ajo është gjithashtu diçka e vyer. Kemi kishën Zoja Pajtore. Traditën që kemi aty është një traditë me vërtetë e vyer, e vlefshme për komunitetin tonë, në lidhje me shërbimet që i bëjnë ndaj komunitetit tonë, me traditën e Domnot dhe Domdino që kemi sot. Ajo është me vërtetë diçka që na ka ndihmuar, vazhdon të na ndihmojë si komunitet dhe vazhdojnë të na ndihmojnë në të ardhmen. Detyrimisht edhe prandaj dhe ne që gjithë, ashtu si kundër unë dhe çdo kandidat tjetër që po kandidon sot, janë të përdispozuar për të kthyer dhe gjithmonë për të angazhuar në mënyrë totale të tërë në lidhje me çdo aktivitet që kanë këto institucione fetare. Gjithë këto elementet e fesë që i shërbejnë komunitetit shqiptar këtu në zonën e metropolitane të Detroit janë me të vërtetë me vlerë për ne si individ këtij komuniteti, por për te vlerës individuale në hym gjithashtu dhe vlera jonë ke kandidatët tanë, për arsye se kemi aftësinë që të mbështetemi ke këto.
Gjithashtu kemi dhe normalisht kishën ortodokse, kisha ortodokse me atë Eugene-in që është me vërtet një njëri i mrekullueshëm, ka pasur fatin të takoj personalisht, ka pasur fatin të shkoj ke kisha ortodokse para pak kohësh për një event atje. Mbështetja nga kisha ortodokse ka qenë totale, komuniteti atje është me vërtet i këndshëm, edhe grupi drejtuesi i kishës një shumë të predispozuar për ndihmuar, dhe këto janë vlerat që sjellëm ne si komunitet në fund fare. Po përveç këtyre normalisht zoti Vile, siç e dini dhe ju, ne kemi dhe shumë shoqata të ndryshme që janë pjesë e gjithë komunitetit tonë. Edhe unë kam pasur fatin që të angazhohem me shoqatat tona në mënyrë që të nxjerrim si thua çdo vot kudo që është gjatë këtij procesi. Edhe ajo është e nevojshme dhe është me vërtet diçka me vlerë. Normalisht unë jam lidhje, siç e dini dhe ju, kam lidhje të forta me shoqatën Vatra, që është normalisht prezente gjatë komunitetit tonë dhe ka qenë gjatë dekadave, për mëse më shumë. Gjithashtu pata fatin të kisha një seri me evente me shoqatën e Albanian American Institute, që është sapo krijuar, me shoqatën e Holland Maltësisë, e me radhë në vjet përgjithshme me shumë shoqata që kemi këtu edhe për qark. Në mbështetja e tyre ka qenë me vërtet diçka që mua më ka ndihmuar te mase gjatë këtij procesi elektoral, që nuk është procesi kollajt, është procesi është i angazhuar në mënyrë kërkon një angazhim total nga të gjithë ne, jo thjesht individi që në farë mënyrë është në garë dhe është duke garuar, por mbar komunitetin e gjerë, sepse në fund fare kërkojmë mbështetje të gjithë çdo antari. Edhe mbështetja shkon për te individit, shkon në gjithë ato rangjet ku neve jemi të angazhuar nëpërmjet fesë, nëpërmjet shoqatave civile, nëpërmjet institucioneve të çfarëdo lloji. Edhe në fund fare do thosha që të përgjigjesh pyetjes tuaj, një pjesë e shumë e rëndësishme është edhe në nivelin individual të kontributit edhe resurseve që përdorim ne si individ që jemi duke garuar, duke bërë garë politike. Në fund fare, gjatë gjithë kohës jemi duke luftuar për votën individuale të çdo antari të këtij komuniteti. Dhe jemi të predispozuar që të shkojmë ta ndjekim nxjerrim atë vot kudo që është. Dhe duke qenë se kemi gjithë këto hapësira për të cilat sapo folëm, që na mbështesin në çdo moment, vota e individuale antarëve të komunitetit tonë nganjëherë e marrim si të mirëqen dhe me arsye të forta, sepse kemi mbështetje, me të vërtetë mbështetje të mira nga komuniteti jonë. Por gjithashtu gjatë gjithë kohës jemi duke luftuar që atë mbështetje individuale në një mënyrë ta transmetojmë dhe ta përforcojmë, duke marrë dhe mbështetjen e atyre njerëzve që janë rreth për qark individëve të komunitetit tonë, me fjalë të tjera familjarëve, miqve, komshinëve, që të gjithëve, kushdo që janë. Dhe pjesë e angazhimit tonë gjatë gjithë kohës ka qenë që në një farë mënyrë kur marrim telefon ose kur kontaktojmë nëpërmjet atyre letrave tona që ka filluar që të gjithë tani që marrim në shtëpi. Themi jo vetëm thjesht në mbështet neve në mënyrë individuale si antarë të këtij komuniteti, si person që po garojmë, por të lutem thuaj edhe komshinëve kushdo që janë, në qoftë se njeh një grup të caktuar shoqëror apo një grup shoqate civile apo kishe apo kudo që është jashtë këtyre parametrave për të cilat sapo folëm, ju lutem laftoni. Unë do isha personalisht shumë i lumtur të vija kudo që janë votuesit brenda këtij komuniteti në mënyrë që nxjerrim çdo vot fundit, sepse në fund fare, siç kemi thënë më parë, personi që garoi përpara meje e humbi atë zgjedhjen për 795 vota, në një situatë ku votuan rreth 115.000 veta, që është më pak se 0.06% e totalit. Detyrimisht vota shqiptare, që në përgjithësi është determinuese për çdo fushat tjetër këtu në këtë zonë, në këtë fushatën tonë, në mënyrë specifike do ishte determinuese, do kishte me të vërtet vlerë, dhe do jetë vendimmarrëse në lidhje me kush do fitojë dhe kush do humbi. Të vemi tek resurset. Po roli i biznesmenëve, a është një resurs i cili duhet vlerësuar nga kandidatët shqiptarë amerikanë dhe konkretisht nga juve? Patjetër, është absolutisht i vyer. Dhe ka qenë mbase një nga faktorët kryesor në gjatë gjithë fushatës time personale, plus në çdo fushatë tjetër, çdo kandidat i para nesh. Unë, siç kemi folur më parë, kam pasur fatin, duke qenë se jam në biznes vetë si avokat dhe kam 16 vjet që jam në këtë biznes, kam pasur fatin të mbështes shumë kandidatë që kanë kandiduar për këtë komuniteti në të kaluarën. Mbaj mend që fushatën e parë që kam mbështetur ka qenë, nuk e di tani para mbase 15-16 vitesh, ka qenë Kushtrim Shaqiri. Ne kemi qenë bashkë të dy në një fundraising që ishte për kushtrimin. Edhe unë mbaj mend si sot atë, sepse ishte në një farë mënyrë
si fushat ne dinim që të gjithë që ishte në një farë mënyrë e predispozuar për të humbur, sepse ishte një zonë e tillë që nuk do kishte mundësi kushtrimit që fitonte. Por mua më bëri përshtypje atëherë që ishte jo vetëm unë dhe ju, por ishte çdo antar i komunitetit biznesit shqiptar që ishte prezant aty, që në një farë mënyrë janë nga natyra e biznesit që është e tillë, janë të predispozuar të hedhin parët aty kur shikojnë fitim. E megjithatë, komuniteti biznesit shqiptar, edhe pse ishte shumë i qartë që mbase në atë rast nuk do kishin fitore, përkundrazi ishin aty, kontribuan, dhanë kohën, mundin, parët e tyre, dhe atë kanë vazhduar ta bëjnë gjatë tyre 16 viteve që i njohun, edhe më parë dhe do vazhdojnë ta bëjnë në të ardhmen. Unë kam qenë përfituesi i këtij komuniteti biznesit shqiptar, për arsye se më kanë mbështetur në mënyrë totale. Dhe ajo është me të vërtetë diçka që për cilën unë jam mirënjohës, dhe është e nevojshme në mënyrë që ta vazhdojmë atë kontribut ndaj çdo kandidati, për arsye se në fund fare ai është investim ke ardhmja jonë si komunitet. Dhe biznesi jonë e ka kuptuar atë prej kohësh, vazhdon ta angazhoj vetëm në mënyrë pozitive në atë aspekt.